Në Tiranë ka nisur aksioni për lirimin e trotuarve. Një javë pas para lajmërimit që Kryebashkia Kovelia ju bëri zaptuesve të trotuarve, për lirimin e tyre punojësit e bashkisë kanë zbarkuar në terren për të nisur nga njësia numër 5 aksionin për lirimin e hapësirave publike në kryeqytet. Kryeju i bashkisë njoftoi ngritjen e një shtabi fill pas aksionit që do të monitorojë më tej situatën. Vetëm gjë që kërkojmë është 2 metra. 2 metra është hapësira minimale që i duhet një pensionisti të kalojë. 2 metra është hapësira minimale që i duhet një nëne, një motre, një vajze të kaloj e pa shqetësuar në trotuar. Kryebashkia Kovelia ju bëri thirrje abuzuesve të kthejnë prapë qytetin, e sidomos tregtarëve që zgjedhin rrugën në vend të tregjeve të bashkisë. Di që ka njerëz që mund të kenë ankesa. Ka njerëz që thonë po unë ku do shes. Tregjet e bashkisë sot janë totalisht bosh. Kushtojnë vetëm 100 lek në ditë ku mund shitet sa të duash. Dhe nuk tatohesh as për volumin e gjërave që shet, as për orët që rrin treg. Po teksa tregjet e bashkisë janë bosh dhe trotuaret janë plot, këtu ka diçka që nuk shkon. Aksioni do të realizohet nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit për të bërë të mundur që të gjitha hapësirat të kthehen në shërbim të atyre që u takojnë qytetarëve të Tiranës, ashtu sikurse u shpreh dhe zoti Veliaj.